Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri janë padyshim dy nga imazhet kryesore të shqiptarëve sa i përket lojtarëve që kanë bërë karrierë të madhe në arenën ndërkombëtare. Veçanërisht Granit Xhaka është duke kaluar momentin më të mirë pasi është një lojtar kyç për ekipet që ka luajtur, ndërsa Xherdan Shaqiri ka qenë në disa kampionate dhe skuadra të mëdha, por më shumë ishte pjesë e stolit se sa e fushës dhe protagonistit. Një yll i njohur i futbollit në Serbi, Nemanja Matic, ishte i ftuar në portalin e njohur anglez 442. Ai është pyetur në lidhje me dy lojtarët me origjinë shqiptare, Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri, të cilët janë jo vetëm më të njohurit nga shqiptarët në botë, por kulmuan me festimin me Shqiponjë në botëror kundër Serbisë. Matic është shprehur se nuk e kupton se përse Xhaka dhe Shaqiri nuk luajnë me Shqipërinë, përderisa ndihen kaq shumë shqiptarë, duke sjellë një rast nga vetja e tij. Ai shprehet se ashtu si Xhaka dhe Shaqiri, edhe Matic është formuar si një lojtar i nivelit të lartë në Angli, por e do më shumë Serbinë se sa Anglinë, ndryshe nga Xhaka dhe Shaqiri. Për Matic, e gjithë sjellja patriotike e dy lojtarëve shqiptarë është vetëm për të fituar disa pikë më shumë përpara njerëzve dhe azia e vërtet. Unë i respektoj ata si futbollist, kam luajtur kundër tyre disa herë në Premier League, por me ato gjëra të vogla, ata fitojnë vetëm pikë politike. Unë e mendoj paksa më ndryshe, ata janë rritur në Zvicër, kjo nuk tregon respekt për vendin për të cilin ti po luan. Nëse të pëlqen kaq shumë Shqipëria, atëherë pse nuk luan me Shqipërinë, por ke zgjedhur që të luash për Zvicrën? Kjo është pyetja ime. Mund të duash shumë vende. Kjo nuk është fare problem. Unë e dua Serbinë, është vendi im, gjithashtu e dua edhe Anglinë. Kam kaluar shumë kohë atje, por asnjëherë nuk do të thoja se e dua Anglinë më shumë se Serbinë. Duhet të jesh i sinqert. Kam luajtur kundër Xhakës në shumë raste dhe asnjëherë nuk kemi pasur problem. Gjithmonë shtrëgonim duart në fundin e ndeshjes. Ai është një lojtar i mirë, ashtu si Xherdan Shaqiri, por asnjëherë nuk do të bëhet diçka për të provokuar dikë. I respektoj të gjithë, tha Matic. Gjithashtu vlen për të theksuar se në herën e fundit që Xhaka mbriti në tokën shqiptare, atmosfera nuk ishte as pak e mirë dhe publiku u nda në dy pjesë. Për të pati shumë vërshollime në fushën e blertë nga tifozët e Kosovës, pasi Xhaka kishte dhënë disa intervista as pak të bukura, ku tregonte se lojtarët e dorës së dytë zgjedhin Kosovën dhe Shqipërinë përpara Zvicrës, për të funksionuar kështu si një ambasador i Zvicrës dhe për të rënë ndesh hapur me interesat e shqiptarëve. Loja filloi që tani, kur Xhaka është ende në futbollin e luajtur dhe nuk është tërhequr ende akoma. Po në të ardhmen, çfarë do të ndodhi? A do të bien sërish ndesh interesat e Granit Xhakës me interesat e shqiptarëve?